Me Ergjys Muzhaqin, ekspert sigurie, do të kem kënaqësinë të ndaj disa minuta në vazhdim për të folur rreth asaj se çfarë është duke ndodhur në Iran. Zoti Muzhaqi, mi mbrëma, faleminderit për këtë minuta në Klan News. Mbrëma, faleminderit për ftesën. Fillimisht, pse erdhën tani këto protestat, të cilat sipas autoriteteve janë 2000 që kanë humbur jetën, por ky numër raportohet jo zyrtarisht jetë disa herë më i madh, duke marrë parasysh se kriza ekonomike, regjimi e ajatollave ka shumë vite pra që është atje, por duket se protestat plasen pikërisht disa ditë pas asaj që ndodhi edhe në Venezuelë me arrestimin e Maduros. Si e shikoni fillimisht gjithë çfarë ka ndodhur deri tani? Mendoj që Irani nuk ka mundësi të përjashtohet, të vetë përjashtohet nga ngjarjet e rëndësishme që po ndodhin në botë. Irani pati një përplasje drejt për drejt me Izraelin, ai e sulmoi atë me raketa, që është një sulm unik në llojin e tij, të paktën që pas luftrave arabe me Izraelin. Ka pas një lloj efekti, padyshim, ky lloj sulmi që u realizua, pavarësisht se ishte i pasuksesshëm vetvete. Dhe normalisht Irani është një shtet fokus për të garantuar sigurinë e Izraelit në rajon. Nga ana tjetër, Irani tregon që nuk është ai shteti i fuqishëm që pretendon të ketë një kontribut jo të vogël në balancimin apo në ruajtjen apo në ndryshimin e ekuilibrave botëror. Pra është një shtet që siç e shikojmë, qartazi ka pasiguri sociale, ka ndarje sociale të rëndësishme brenda vetes, dhe pa ka shtresa shumë të mëdha shoqërore, të cilat janë pa kënaqura me regjimin dhe duhet ta ndryshojnë. Dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm që sa duket po shfrytëzohet nga shtetet të cilat nuk dëshirojnë më vazhdimin e këtij regjimi, padyshim edhe faktori i brendshëm, për ta ndryshuar status quo-n e regjimit atje. Ka ardhur momenti, ju e dini që kemi ngjarje shumë të rëndësishme në gjithë rajonin pas pranverës arabe, i cili në farë mënyre neutralizoi ose eliminoi rrezikun e grupeve ekstremiste sunite, pas rënjes po ashtu të ISIS-it, i cili ishin flak kashe që zgjati disa vite dhe morin qafi trum njerëz. Irani ishte, si më thonë, pika e fundit në elementin shiit ekstremist, i cili rrezikon stabilitetin në rajon. Të Izraelit në radhë të parë, por padyshim që edhe të vendeve të tjera. Unë nuk e gjykoj që Irani është një shtet gjithsesi që ka peshën të rrezikojë hapjen e një lufte botërore. Kam thënë her pas here në çdo rast që kam pasur mediatikisht. Është, siç tregohet qartë, në sfidën e përplasjeve të fuqishme të brendshme, të cilat reflektojnë një momentum politik rajonal dhe global, që është totalisht në disfavor të regjimit të Ajatollahut në Iran. Mendoj që kjo është situata. Padyshim, ju e lidhët në pyetjen tuaj me ndryshimet që ndodhen në Venezuelë, unë mendoj që janë një zinxhir i tërë, pavarësisht se gjeografikisht dhe në mënyrën se si ndikojnë në balancat rajonale, Irani dhe Venezuela kanë goxha distancë. Por për sa i përket aktorëve kryesorë që drejtojnë sot botën, mendoj që jemi në pozita të cilat gjithë i dimë, domethënë. Shtetet e fuqishme janë ato që përherë kanë drejtuar ekuilibrat botëror. Nuk ka pse koha jonë, epoka jonë bëj dallim në këtë aspekt. Amerika është shteti më i fuqishëm në botë, Kina është një shtet shumë i fuqishëm, Rusia është një shtet shumë i fuqishëm. Bashkimi Evropian ka humbur fuqinë e tij, duke qenë se nuk ka një fuqi ushtarake në radhë parë, jo, por tashmë nuk po ka asnjë fuqi politike siç e dëshiron momentin në cilin ndodhet bota. Dhe në këtë luftë të vendosjes së balancave, të ekuilibrave, domethënë Irani është i destinuar të ketë tronditje të fuqishme, të cilat realisht nuk e dim se si do të vazhdojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u tha protestuesve vazhdoni sepse ndihma amerikane është rrugës. Rrezikohet një ndërhyrje ushtarake e Amerikës në Iran në këtë rast, zoti Muzhaqi? Përshtypja ime është që Trumpi, duke qenë se është një lider i faktit të kryer, pra i bën gjërat fakt të kryer, i vendos edhe punon shumë fort me gjitha mjetet e mundshme për t'i vendosur në jetë, domethënë, vendimet që merr dhe planet që tregon.
Është duke bërë një sipërmarrje të rëndësishme me Iranin. Mos harrojmë që ishte pikërisht ushtria amerikane që bëri një goditje precize në centralet bërthamore, pavarësisht ndikimit teknik që pati realisht. Është ushtria amerikane që bëri një ndërhyrje kirurgjikale në marrjen e Maduros nga shtëpia e tij bashkë me bashkëshorten e tij. Dhe Trumpi, si njëri i vendimeve të qarta dhe të prera, ka mbajtur haptazi, domethënë qasjen e tij si lider botror. Për sa i përket rrezikut të ndërhyrjes apo mundësisë së ndërhyrjes të Shtetet Bashkuara, ushtarakisht bëhet fjalë. Patjetër. Në Iran, mendoj që është një mundësi e vogël, pasi që parimi i përgjithshëm është që mos të ngatarohet ushtria amerikane dhe shteti amerikan në konfliktet të drejtë për drejta dhe të nxehta në botë. Pra, nëse Irani sot rrezikon të kalojë në luftë civile, nuk më duket se është në stilin, sidomos të Trumpit, që të fusë ushtrinë e tij në këtë drejtim, pasi që besoj që më përpara janë marrë masat dhe janë bërë përpjekje dhe lëvizje dhe mbështetjet përkatëse, që vetë faktorët lokal të përfshirë në konflikt apo në të lloj mosmarrëveshjesh të jenë, le të themi, decisiv apo përkufizues në mënyrën se si do zgjidhet ky konflikt. Pastaj se sa do jetë i fuqishëm njëri faktor kundrejt faktorit tjetër, me të vërtetë që është pak herët edhe nxituar që ta analizojmë apo të paktën që t'japim një parashikim për këtë. Mendoj që mënyra se si po zhvillohen ngjarjet në Iran tregojnë dobësinë e regjimit, tregojnë një dëshirë të fortë të elementit anti-regjim në Iran për ta përmbyshur sistemin, dhe tregojnë sidomos një dobësi aq të madhe të shtetit iranian përgjithësi, të cilin edhe rrëzimin e shahut dhe ardhjen e Ajatollahut ja realizoi Perëndimi, edhe tentativën e tanishme që mund të jetë suksesshme për rrëzimin e Ajatollahut dhe ardhjen e një sistemi të ri drejtues, gjithsesi e mbështet për krah edhe fuqizon Perëndimi, të paktën në mënyrën propagandistike të cilën e mbështet. Kështu që mendoj që Irani si shtet ka arritur te kulmin e vet që mund të arrijë ky regjim, e ka treguar dobësinë e vet në shumë dimensione, edhe mund të jemi në një moment kthese. Ndërkohë, nga vetë përfaqësuesit e Iranit, nga regjimi i Ajatollahëve, ka patur paralajmërime se mund të sulmojnë Izraelin në qoftë se do të ketë, po themi, ndikim të Amerikës në këtë situatë brenda vendit. Rrezikohet sërish një përplasje Iran-Izrael ose sërish në kuptimin një rindezje e retorikës shumë të fortë dhe kërcënimeve të ashpra mes të dyja vendeve, zoti Muzhaqi, pas sulmit që Amerika bëri në bazat amerikane, në bazat iraniane pra për çështjen bërthamore? Në një moment të tillë më duket se të thirrjet e Iranit, pavarësisht potencialit për t'ia pasur parasysh, për ta marrë në konsiderat që ka Irani, i ngjajnë më tepër asaj thirrjes Maduros që tha hajde ti Trump se ja ku jam, edhe erdhi e mori. Më duket se faktori iranian i pushtetit është një pikë degradimi, pavarësisht rrezikut që mbartë në vetvete. Dhe këto lloj thirrjesh janë të natyrshme që do bëhen, janë thirrje tradicionale. Për herë Irani ka thënë mos guxo këtu, mos guxo aty, dhe kanë guxuar tjerë çka kanë thënë. Një përplasje tjetër me Izraelin është për të marrë parasysh, por mendoj që në një pikë të tillë, duke marrë konsiderat edhe rastin e përparshëm, domethënë të sulmit masiv me rakete që u bën nga ana e Iranit në drejtim të Izraelit, dhe dëmet eventuale që u shkaktuan atje. Lufta 12 ditore që zgjati para ca muajsh. Po, kemi të drejtë të mendojmë që pala e Izraelit me aleatët e tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryesisht, duhet i kenë marrë masat goxha më seriozisht në këtë radhë. Kemi parasysh që u arrit një marrëveshje armëpushimi me Hamasin, pavarësisht se sa kanë zbatuar ushtria izraelite. Kemi parasysh që u arrit jo pa dhimbje që faktori sunit në rajon t'i shmanget konfliktit, sepse vetëm faktori sunit është ai që mund ta çojë botën në luftë botërore, dhe jo iraniani. Domethënë, të gjithë elementët të cilët mund të përfshihen në një konflikt me amplifikim të peshës së konfliktit, janë në një farë mënyrë qetësuar ose neutralizuar, janë në tërheqje,
Irani ka ngel i vetëm. I vetëm në kuptimin rajonal të fjalës, pasi që ne dim që Irani është pjesë e një trekënd që Iran, Rusi, Kinë, që në një farë mënyrë ose me tjetër mbështesin njëri tjetrin, është gjithsesi faktori BRICS, që është më tepër faktor ekonomik se ushtarak. Por në këtë pikë Irani e shikoj që ka ngelur vetëm. Gjithsesi, e them edhe herë, e ri përsëris që nuk është e udhës me bë parashikime, sepse forca e atij regjimi është për të marrë konsiderat. Por edhe forca me cilin po i përballen faktorët e brendshëm, ju po numëroni shumë viktima, domethënë 2000 është një numër i cili le themi është relativisht zyrtarisht, pastaj disa herë më shumë raportohet të jetë në rrugë jo zyrtare. Po, do të thotë që ka një tensionim edhe një përplasje energjish pothuajse ekuivalente në faktorin e brendshëm iranian. Edhe kjo është për të marrë në konsiderat. Ju thatë që Irani mund të ketë mbetur vetëm, por roli i Turqisë, si është në këto zhvillime zoti Muxhaçi, që në një farë mënyrë ka qenë, nuk po them alat, por ka patur deklarata mbështetëse edhe në radhën e parë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës e sulmuan bazat iraniane ku sipas tyre pra ishte duke u prodhuar programin bërthamor. Shiko, Turqia tradicionalisht, për sa i përket Iranit, është në një përpjekje për të pas paqe, qetësi edhe rritje të bashkëpunimit ekonomik edhe të zhvillimit ekonomik. Që nga koha e Erbakanit, të paktën, ish kryeministrit apo le të themi profesorit politik të presidentit sotshëm, Erdoganit. Ai ka bërë në thirrje, ndjenin time, domethënë me sa e njoh politikën edhe historinë turke, i ka bërë thirrje Ayatollah atëherë që pse merresh me proceset bërthamore, kur ti mund bësh veprime tjera shumë më dobishme për ekonominë edhe për mbarvajtjen e punëve në mënyrë paqësore. Besoj që edhe qeveria aktuale me Erdoganin krye padyshim ka një rol shumë të rëndësishëm në rajon dhe më gjerë. Duhet të kemi parasysh për herë faktet e dukshme dhe të pakundërshtueshme. Turqia është forca e dytë ushtarake e NATO-s. Pra është NATO. Nuk del Turqia jashtë kufive dhe politikave të NATO-s. Nuk ka nga ana tjetër interes Turqia që të mbështes ndonjë regjim të posaçëm në Iran për interesat e saj, por interesi pa diskutueshëm i Turqisë, siç e shpreu në mënyrë shumë energjike dhe të vendosur me trazirat që ndodhen, trazirat e përgjakshme që ndodhen në Siri dhe në Irakun Verior, është për stabilizim dhe për qetësi të situatës. Duhet kemi parasysh dhe një element tjetër, që pak lakohet në analizat, për sa i përket Iranit, aq më tepër që ju përmendni dhe Turqinë. Irani ka rreth 30% popullsisë azere. Domethënë ka më shumë azer, pra njerëz me origjinë nga Azerbajxhani, që jetojnë në Iran se sa jetojnë në Azerbajxhan. Dhe jetojnë në status në një mënyrë shumë autonome, ku qeveria iraniane tradicionalisht nuk i ndërhyn në punët e tyre, i lën atë autonominë e vet. Dhe ky është një faktor të cilin shumë lehtë mendoj unë dhe në mënyrë efikase, Turqia dhe Azerbajxhani, duke qenë se janë shtete pandashmërisht aleate me njëra tjetrën, mund edhe do duhet ta shfrytëzojnë për të pasur një lloj stabiliteti, një lloj qetësie, jo vetëm brenda Iranit, por në mënyrë pa diskutueshme në problematikat e këtij konflikti në rajon. E qartë. Shumë faleminderit për këto minuta zoti Muxhaçi. Kënaqësi gjithmonë.